الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, Allahun, Zotin e vetëm e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, mëshirë dhe falje kërkojmë. E falenderojmë të madhin Zot që na ka zgjedhur prej ummetit të Tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot tjetër që e meriton të adhurohet si Zot përveç Allahut një i vetëm dhe pa shok. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob i Tij dhe i dërguar i Tij. Pra Muhamedi alayhi salam është vula e pejgamberëve. Mëshira, falja dhe rahmeti i Zotit qofshin mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata musliman që e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Përhajr ju qoftë ky muaj i mëshirës, ky muaj i paqes, i solidaritetit, i mëshirës. Ju përhajr ju qoftë të gjithëve dhe lut Allahun që të na fal, që të na jep një agjerim sa më të lehtë dhe në këtë muaj të na mundsoj sa më shumë vepra dhe ibadete të pranuara inshallah. Falenderoj Këshillin e Bashkësisë Islame në Dragash dhe televizionin Opoja për këtë mundësi të dhënë. Ne sot do të flasim për femrën, pra në përgjithësi, për pozitën që i ka dhënë asaj Islami dhe Kurani dhe për përgjegjësi dhe obligimet e saj ndaj familjes. Pa dyshim që nga dhunti dhe begatit e mëdha që ne sot i kemi dhe që i posedojmë, është një kategori që është në mesin tonë, pra është gjinia femërore, ku pa atë kategori nuk do të kishte kuptim jeta e kësaj bote. Kjo kategori e gjinisë femërore shpesh herë në historinë e njerëzimit është shkelur, është maltretuar. Por ne duhet ta kuptojmë se ardhja jonë në këtë botë ka ardhur përmes kësaj gjinie, andaj duhet ta respektojmë dhe duhet ta çmojmë sa më shumë. Sepse kjo është që prodhon gjenerata pas gjeneratave. Ajo është shkaktarja kryesore që ne jemi sot në këtë botë. Dhe për këtë Allahu xhaleshanuhu në surën En-Nisa ka thënë: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj, i cili ju krijoi prej një pale, pra prej Ademit alayhis salam, dhe prej asaj pale krijoi edhe palën tjetër, pra që është Hava, dhe prej atyre dyve Allahu krijoi shumë burra dhe gra. Gruaja është shkel, është në përkëmb, është maltretuar. Pra në kohën para islamike apo në kohën e xahiljetit, në një shtëpi ku ka lindur vajzë, atë e kanë varrosur përse gjalli. Për para 14 shekujsh, me ardhjen e islamit, elhamdulillah, atëherë edhe femrës i është dhënë pozita ashtu qysh ajo e meriton. Së pari, Allahu xhaleshanuhu na tregon se femra është krijesë e njëjtë sikurse burri, pra të dy janë krijuar në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. Por që gruaja e parë në rrezullin toksor e që është Hava, është krijuar nga brinja e burrit të saj, pra nga brinja e Ademit alayhis salam. Pra ajo nuk është krijuar nga këmba dhe që të shkilet me këmbë, por është krijuar nga brinja, e që brinja ndodhet nën krahëror, që ajo duhet të jetë e mbrojtur nga burri i saj. Pra është krijuar nga brinja, që brinja ndodhet afër zemrës, që ajo të jetë e dashur, të jetë e çmuar, të jetë e respektuar nga burri i saj. Andaj duhet me pas kujdes se sa po e don, sa po e çmon, sa po e respekton gruan tënde. Në Islam, femra duhet të respektohet sikur të është mbretëresh, pra që janë nënat tona, apo dhe si të është princesh e që janë gratë tona. Kështu duhet të trajtohet femra në Islam. Andaj duhet me pas parasysh secili prej jush se si po silluni me gratë e juaja, me nënat tuaja, me vajzat tuaja dhe me motrat tuaja. Në Kur'an kemi komplet një sure që u dedikohet grave dhe që titullohet Surja e grave ose Surja En-Nisa. Pra Kur'ani në 114 kaptina sa mban në përgjithësi, nuk kemi as një sure që titullohet Surja e burrave, por vetëm Surja e grave. Pra kjo jetë me kuptue se Islami i ka dhënë femrës një pozitë shumë të lartë. Kemi një shembull ku një djalë i ri shkon te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: Ja Resulallah, cili është njeriu që meriton më shumë respekt, dashuri
nga të gjithë njerëzit, pra është fjala nga njerëzit e familjes. Dhe përgjigja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte nëna jote. Të njëjtën pyetje djaloshi përsëri ja bën Muhamedit alaihi salam dhe përgjigja përsëri është nëna. Dhe për herën e tretë djaloshi e bën përsëri të njëjtën pyetje dhe përsëri përgjigja është nëna jote. Dhe kur e bën herën e katërt, atëherë përgjigja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është babai. Pra 3 herë nëna dhe pastaj babai. Shikone se çfarë pozite i ka dhënë Islami femrës. Pra në kriaturë, nëna dhe babai dihet se janë të njëjtë, por në dashuri dhe në respekt, nëna kalon pak me dashuri tek babai. Sepse nëna i ka bërë disa gjëra që babai nuk mund t'i bëjë kurrë në jetë. Pra nëna na ka mbajtur për 9 muaj në barkun e saj. Nëna ka bërë lindjen, siç e dim të gjithë që lindja është një proces mjaft i vështirë. Dhe për gati 2 vite nëna na ka ushqyer nga trupi i saj. Andaj për këto 3 arsye, për këto 3 gjëra, nëna meriton 3 dashuri më shumë se sa babai. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se lindja e vajzave në një shtëpi është begati dhe bereqet, por në të njëjtën kohë është edhe përgjegjësi shumë e madhe, sepse duhet të i respektojmë ato dhe të sillemi në mënyrën më të mirë të mundshme. Në aspektin pedagogjik, femra është e pakrahasueshme, e pazavendësueshme, sepse fëmijët tanë nuk mund të ja lëmë askujt në amanet përveç femrës, pra nënës. Edukatorja, pedagogja dhe psikologja më e mirë për fëmijën, pa diskutim dhe sigurisht që është nëna. Nëse dëshirojmë liri, nëse dëshirojmë barazi të femrës, të drejta të pacenuara të femrës, këto nuk mund t'i gjejmë askund tjetër, përpos që në librin e shenjtë, pra në Kur'anin famëlart. E dim që sot e kremtojmë një ditë, pra në gjithë botën festohet një ditë e ashtu quajtur dita e nënës apo festa e gruas, e ajo ditë që është 8 marsi. Por nuk duhet pasur parasysh që nuk duhet vetëm në një 8 mars të ja dhurojmë nënës një lule dhe ditët e tjera të mos i dhurojmë respekt. Por femra duhet çdo ditë të vitit, pra për 365 ditë me radhë, duhet të ketë dashuri, përkushtim, respekt. Kemi një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ndodh që ndonjëri prej jush të sprovohet me 3 vajza, me 2 apo edhe me 1, t'i doj ato, t'i respektoj ato, t'i edukoj në mënyrën më të mirë të mundshme, në mënyrën siç ka thënë Islami, që nuk do ta ketë më lehtë që të futet ai në xhennet. Pra edhe ky hadith, siç po e shohim, ka ardhur vetëm për vajza e jo për djem. Kjo që me kuptue se ato kanë një rëndësi të veçantë. Pra femra është gjysma e shoqërisë. Femra është ajo e cila e edukon një shoqëri të tërë. Pra pan pozitën e femrës që i ka dhënë Islami apo Kur'ani, por përveç pozitës që ka femra, ajo sigurisht që i ka dhe detyrat, obligimet e veta, karshi familjes së saj. Dhe së pari, ajo ka obligime dhe detyra dhe përgjegjësi ndaj prindërve të saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: prindërit janë dera e mesme e xhennetit, andaj ke kujdes se apo e fiton atë derë apo po e humb. Pra kretë kjo varet nga respekti jon, nga sjellja jon ndaj prindërve. Dietarët kur e kanë komentuar këtë hadith kanë thënë se me dera e mesme e xhenetit është për qëllim dera më e mirë e xhenetit. Pra nga të gjitha dyert që i ka xheneti, dera e mesme, pra respekti i prindërve dhe dashuria ndaj tyre, që ka dera më e mirë e xhenetit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindërve dhe pakënaqësia e Allahut është në pakënaqësinë e prindërve. Pra respektimi i prindërve është shkak për faljen e mëkateve tona, të gabimeve tona dhe të gjunaheve tona. Pra kemi detyra dhe përgjegjësi të mëdha ndaj prindërve, e sidomos vajzat. Sa jemi të vegjël duhet t'i dëgjojmë dhe t'i respektojmë prindërit, sepse nuk ka prind në këtë botë që mendon keq për fëmijën e tyre. Pra të gjithë prindërit mundohen në mënyrën më të mirë të mundshme që t'i edukojnë fëmijët e tyre. Pastaj edhe kur të rritemi, duhet të kemi respekt ndaj tyre, dashuri dhe gjithashtu duhet të kemi kujdes të madh ndaj tyre. Sepse pra xheneti, dera më e mirë e xhenetit, dera e mesme e xhenetit qen ka tek respekti dhe dashuria ndaj prindërve. Pastaj për vajzën vjen koha e martesës, ku ka përgjegjësi të ndryshme ndaj burrit të saj. Femra muslimane duhet ta kuptojë që pas martesës do të ndryshojë orientimin e saj dhe i gjithë orientimi do të shkojë tek krijimi i familjes së re.
Femra muslimane gjithashtu duhet ta kuptoj fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, innema huwa jannatuki wa na'uniki. Pra burri është xheneti apo xhehenemi i gruas. Kretë kjo varet nga sjellja dhe respekti i gruas ndaj burrit. Femra e di se me të vërtet burri ka përgjegjësi dhe detyra të mëdha ndaj familjes, por që ajo duhet të jetë krah dhe mbështetje për burrin e saj, sepse nëse nuk është krah dhe mbështetje, burri do të dështojë dhe familja do të shembet. Respekti ndaj burrit, gruan e bën që të fitojë xhenetin dhe t'i hapen asaj 8 dyert të xhenetit. Kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot: ajo grua që i fal 5 kohë namaz, që e agjeron muajin e Ramazanit, që e ruan derin e saj, që e respekton burrin, që i bindet burrit, ajo do të futet në xhenet dhe do t'i hapen 8 dyert të xhenetit dhe do të futet nga cila derë të doj ajo. Gruaja gjithashtu nuk do të dalë nga shtëpia pa lejen e burrit, përveç se në ndonjë nevojë shumë të rëndësishme, por edhe burri duhet ta kuptojë që nuk duhet të ja privoj të drejtën, që gruaja të vizitojë të afërmit e saj, që të del në treg të blejë gjëra të ndryshme që i nevojiten asaj. Pra duhet të kenë një bashkëpunim të mirë fillt mes vete, që familja të jetë sa më e mirë dhe sa më e kompletuar. Gruaja duhet që të ja ruaj sekretet e burrit të saj, dhe gjithashtu duhet të ja mbuloj të metat e tij, të mos ja përhap në familje apo në shoqëri apo diku tjetër. Femra duhet me pas ndaj burrit durim të madh dhe për kujdesje të madhe, siç kemi edhe një thënie ku thot se pas çdo burri të suksesshëm qëndron një grua durimtare. Femra gjithashtu duhet t'i ruaj raportet e mira me familjarët e burrit, e sidomos me prindrit e saj, duhet të ja respektoj, duhet të ja doj dhe gjithashtu duhet të ketë kujdes mbi ta, sepse siç e tham, që dera e mesme e xhenetit që kanë prindërit, andaj ata prindër janë dera e xhenetit e burrit të saj. Prandaj kjo duhet të ketë kujdes të madh se si po sillen ndaj tyre. Gruaja nuk ka të drejtë, domethënë të fus pa të drejtën e burrit dikënd në shtëpi, sepse ka dikënd që burri nuk don me e pa në shtëpi, ose nëse nuk është ai prezant në shtëpi, nuk don që gruaja më e fut askënd. Andaj duhet gruaja që të obligohet që mos ta fus askënd në shtëpi pa lejen e tij. Gruaja duhet ta kuptojë që nuk mund të ikë përgjegjësisë së punëve të shtëpisë, të pastërtisë dhe të ushqimit, sepse ajo është shtylla e shtëpisë, ajo është e cila duhet të kujdeset për të gjitha këto. Pra e pam se femra ka shumë përgjegjësi ndaj burrit dhe respekt, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, me pas që e urdhroj dikë me ju për ul dikuj, do ta urdhëroja gruan që t'i përulet burrit. Por që për ulja apo sejdë i bëjmë vetëm Allahu xhaleshanuhu dhe askujt tjetër. Pastaj vjen koha e obligimeve dhe përgjegjësive të fëmijëve. Një nga gjërat pra që obligohemi më shumë sot është çështja e fëmijëve, çështja e edukimit të tyre. Ky është një preokupim i madh që ka çdo prind sot. Pra fëmijët janë amanet dhe begati nga Allahu. Fëmijët janë stoli dhe kënaqësi e kësaj bote. Andaj prindrit kanë shumë përgjegjësi të mëdha. Por përgjegjësia e parë së pari i bie babait, i cili duhet së pari të ja zgjedh nënën e mirë, nënën e ndershme dhe të moralshme, sepse ajo do të jetë shtylla e shtëpisë dhe ajo do të jetë që do t'i edukojë ata fëmijë. Pastaj përgjegjësitë tjera mbi fëmijët bien mbi të dy prindërit. Pra të dy prindërit i kanë të gjitha përgjegjësitë së bashku. Përgjegjësia e parë pas lindjes së fëmijës është që të ja zgjedhim emrin e mirë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: emërtoni fëmijët tuaj me emra të mirë, sepse ata me këta emra në ditën e gjykimit do të thirren. Andaj do të me pas shumë kujdes se çfarë emra po ju vendosin fëmijëve tanë. Nuk është më rëndësi se kush do të ja lej emrin fëmijëve, por puna është që për atë emër do të përgjigjen vetëm prindërit dhe askush tjetër. Andaj do të me pas kujdes se çfarë emri po i vën. Pastaj, pas lindjes së fëmijës, duhet në vesh t'i këndohet ezani dhe ikameti. Pastaj, pas lindjes së fëmijës, në ditën e 7, duhet që të i prejmë kurban akika, pra për djem prehen 2 kurbane, kurse për vajza prehet 1 kurban. Dhe duhet të bëhet heqja e flokëve të fëmijës, dhe duhet të peshojmë ato flokë sa gram po peshojmë. Dhe në bazë të aty grami, duhet që të japim sadaka në vlerë të arit apo të argjendit, në atë që kemi mundësi. Pastaj nëse është djalë, duhet që ta bëjmë synet sa është më herët.
Fëmijët qysh në vegjeli duhet t'i edukojmë, t'i mësojmë mirë, t'ua mësojmë atyre fjalën e Allahut. Sepse nëse e din ata fjalën e Allahut, pa dyshim që kur të rriten nuk do të kemi probleme të mëdha me ta. Fëmijëve qysh në moshën 7 vjeçare duhet t'ua mësojmë namazin, duhet t'i mësojmë ata të falemi. Dhe nëse ata qysh në vegjeli e din fjalën e Allahut, e din ndonjë sure të shkurtër, din të falin namaz, ata pa diskutim që kur të rriten nuk do të kemi shumë probleme me ta, por do të jenë të dëgjueshëm dhe të respektueshëm. Fëmiu si fillon të rritet, shembull më të mirë e ka prindrin e vet, e sidomos nënën. Andaj nëna duhet së pari ta edukojë shumë mirë veten e saj në mënyrë që të ketë fëmijë të mirë edukuar dhe fëmijë që do t'i binden asaj. Femra duhet apo nëna duhet me pas parasysh se çfarë vepra apo çfarë sjellje po bën karshi fëmijës, ose edhe çfarë fjalë po flet, sepse pasqyra më e mirë për fëmijën është nëna. Çfarë do që të bëjë nëna, fëmiu do ta imitojë më pas. Pra prindi ndaj fëmijës ka detyra dhe përgjegjësi të mëdha, që në të ardhmen të ketë një familje sa më të mirë dhe të shëndosh. Andaj e lut Zotin e Madhëruar që të gjithë çifteve të ju jep fëmijë të shëndetshëm, fëmijë të hajrit, fëmijë të dëgjueshëm, që në mënyrë që familjen ta kenë sa më të mirë dhe sa më të hajrit. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.